Ja ku po takohemi edhe këtë të shtunë së bashku, miqë dhe dashamirë të programit të së shtunës. Jemi përpjekur që edhe sot të zgjedhim një temë e cila do të zgjojë kërshërinë tuaj dhe në të njëjtën kohë do të përcjellim mesazhe sensibilizuese. Tashmë të gjithë e dim se 3 dhjetori shënon edhe ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuar. Dhe kjo shtunë do të jetë dedikuar pikërisht për këta persona. Do të përpiqemi që përmes të ftuarve tanë të ndjekim nga afër vështirësitë e tyre, punën e tyre në baza ditore, angazhimet, qasja e tyre në institucionet publike ose private, kërkesat e tyre dhe gjithçka që ka të bëjë me personat për të cilët në shoqërinë tonë i njohim si persona me aftësi të kufizuar ose si persona me nevoja të veçanta, por gjithsesi të dashur për të gjithë ne. Këtë nuk do ta mund ta bëja vetëm pa pas të ftuarit tanë, sepse këta në baza ditore ose merren me problematika të tilla ose trajtojnë institucionalisht ato. Të ftuar në studio kam Josefina Osmanin nga Qendra për Punë Sociale. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. I shoqëruar nga Arbër Gjara, mirë se erdhen, nga organizata Andikos Gjakova. Kam kënaqësinë të prezantoj edhe Meriton Binaka, i cili është antari i projektit All Matter. Mirë se erdhe, njerit edhe aktivist i njohur, sepse emri juaj tashmë është i njohur kudo. Faleminderit që pranuat jeni pjesë e emisionit tim. Gjithashtu edhe Dea Gaxha, lidere e projektit All Matters, një projekt që flet shumë si duket. Mirë, po për ta parë nga afër, ne përpiqemi gjithmonë të promovojmë gjëra të bukura, të cilat në esencë dhe mund të sjellin vështirësi të asaj që duam ta bëjmë tutje. Prandaj kemi një material i cili do të na tregojë nga afër se cilat janë problematikat e këtyre personave nga mëngjesi deri në mbrëmje, secili ka një hall. Prandaj ndjekim materialin e quajtur si një video promovuese e pastaj rikthehemi në studio për ta diskutuar me të ftuarit tanë. Unë kam nevojë për infrastrukturë të përshtatshme të lëviz i pavarur. Edhe unë kam të drejtë të dalë e lirë në komunikacion. Unë dua të vazhdoj shkollën tutje. Ne kemi të drejtë që edhe shërbimet komunale t'i kemi në alfabetin e Braillit. Gjema zgjidhjen. Bëma zgjidhje. Gjama zgjidhje. Bëma zgjidhjen. Personazhet në video pam që kishin kërkesa të ndryshme.
dikush kërkonte shkollim, dikush klasë gjithëpërfshirëse, dikush kërkonte alfabetin e Braille, dikush kishte vështërsi sepse mungonte sinjalizimi. Të gjitha këto janë pjesë përbërëse personave me aftësi të kufizuar pothuajse në baza ditore. Çfarë do të na thoni meriton ju për këtë? Po, si që po të vetë, kjo është rutina ime e mëngjesit, domethënë, si zgjohem ballafaqohem me këto vështirësi, jo unë po edhe të verbrit dhe të shurdhit. Besoj se këto probleme mund të rregullohen me disa kosto të vogla, me ndihmën e komunës, pa pas nevojë edhe ndihmën e shtetit ose qendrore atje. Kështu që mendoj që komuna duhet me na përkrah më shumë, që më na lehtësoj edhe neve çastin që të jemi të gjithë të barabartë në komunën tonë. Gjithsesi. Dhe janë një projekt të cilin ju keni quajtur All Matters. Na fol më shumë, çfarë konkretisht përfshin ky projekt? Po, fillimisht, si që thatë, kjo iniciativë është All Matter, është nga projekti Up to Youth i USAID-it. Këto mas pari kemi pas disa trajnime, se qysh na mundemi dizajnu një iniciativë, edhe gjatë atyre trajnimeve bashkë me Meritonin që ka qenë frymëzimi jonë, e kena japë si një ide që mi bo një iniciativë cilat komi përkra personat me aftësi të kufizuara në komunën e Gjakovës. Mas pari kemi dizajnu iniciative në atë mënyrë që me pas informimin e qytetarëve të komunës së Gjakovës rreth gjendjes së këtyre të rinjve tanë me qenë me aftësi të kufizuara. Tashti të marrë parasysh këtë qëllim, i kemi disa objektiva. Mas pari është mi arrit një gjithëpërfshire në afat 8 mujor që e kemi edhe gjatë këtë iniciativës, ku përmes aktiviteteve të ndryshme të përfshijmë të rinj nga komunitetet të ndryshme, të cilat kanë me pas aktivitete të përbashkëta. E ma vonë është edhe informimi dhe vëdësimi i qytetarëve të komunës së Gjakovës rreth gjendjes së këtyre personave, duke filluar me video që vetëm e pat, kanë më bë edhe 3 video të tjera e më pas kanë më shpërnda edhe disa broshura si pjesë e projektit. Gjatë këtyre videove mundohemi që gjatë këtij kohës jo vetëm qytetarëve, po edhe komunës t'i vëdësojmë se në cilat pjesë të qytetit mungon një infrastrukturë për këta persona edhe çfarë mundem me bona rreth asaj gjendje. Një projekt i mirë, besoj që gjithsesi do t'i ketë edhe frytet e tij gjatë finalizimit. Zonja Osmani, përfaqësoni një institucion që domosdoshmërisht në veprimtarinë e tij ushtron edhe disa shërbime të cilat ofrohen për kategorinë e personave që po flasim. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Cilat janë shërbimet që ofron Qendra për Punë Sociale? Qendra për Punë Sociale, përveç shërbimeve të cilat i ofron, se kemi një kategori të shumë të shërbimeve, kemi edhe fëmijët me nevoja të veçanta. Që nga viti 2009 është aprovuar ligji për përkraje të familjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Ky ligj e parashë një përkraje pothuajse një shumë simbolike, mirë po për të arritur deri te kjo shumë, familja duhet t'i plotësoj dokumentacionin dhe tek ne në Qendër për Punë Sociale për të bërë aplikimin. Pasi që familja e bën aplikimin, e prezanton dokumentacionin e nevojshëm të fëmijët që është me aftësi të kufizuara, mandej fillojnë procedura tjera. Në kuadër të Departamentit Politikave Sociale dhe Familjare është një komision i cili është i themeluar prej departamentit me vendim i cili e bën vlerësimin e këtyre fëmijëve për të vërtetuar aftësinë e tyre të cilën gjenden ata. Pas mbledhjes së kërkesave të cilat ata i paraqesin se Komisioni Mjekësor nuk është që mbahet çdo muaj, po varësisht prej kërkesave na e njoftojmë si Qendër për Punë Sociale departamentin se numri i kërkesave sa ka arrit.
dhe departamenti në bazë kërkesave të cilat i kemi paraqit në si qendër për punë sociale, cakton datën, orën dhe vinë komisioni nga niveli qendror për të mbajt, për t'i vlerësuar këta fëmijë. Në të njëjtën kohë na i njoftojmë familje që ata do të vinë së bashku me fëmijë, përveç dokumentacionit të cilin e ka ndërzuar tek ne në qendër për punë sociale, aty do të me qenë edhe fëmija prezent. Mirë po, gjatë kësaj periudhës së pandemisë kanë bërë një përjashtim, kështu që vetëm i kemi përgatitur dokumentacionin edhe i kemi dorëzuar tek komisioni nivelin qendror. Pra, Do të thënë përjashtimi ka qenë që mos marrë fëmija, për shkak që ishte koha e pandemisë, një situatë që ishte e panjohur dhe ishte mjaft e rrezikshme për mos mi rreziku këta fëmijë, edhe vetëm në bazë të dokumentacionit komisioni mjekësor e ka bërë vlerësimin e këtyre fëmijëve. Faleminderit. Arbër, në baza ditore, Hendikosi merret me organizimet e aktiviteteve nga më të ndryshme për gjithë anëtarët e saj. Na fol pak për mënyrën se si organizohet dita në Hendikos Gjakova, me që jemi në shënim edhe të datës që na ka mbledhur, gjithsesi keni aktivitete nga më të ndryshmet, por rëndësishme është gjatë vitit sa gjejnë, ndoshta mund të themi, hapësirë personat për të cilët po flasim që të vinë dhe të frekuentojnë ambientet e Hendikos Gjakova. Po, fillimisht më lejoni t'ju falenderoj për ftesën në këtë emision, që është mjaft i shëllum dhe është jo i shpesht fatkeqësisht, për shkak se jo shpesh flitet për personat me aftësi të kufizuara si në komunën e Gjakovës në përgjithësi në Kosovë. Sa i përket Hendikos Gjakovës, përkundër faktit që ndoshta shërbimet janë më të pakta se kërkesa e antarësisë tonë, me sen se është një numër i madh i personave të antarësuar tek ne. Mirë po mundohemi elaboru një ditë zakonshme të Hendikosit në Gjakov, ku ne fillojmë punën në ora 8 dhe përfundojmë në ora 4. Shërbimet cilat i ofrojmë janë shërbimet shumë thjeshta të lloj-llojshme, ofrohen për fëmijë dhe për thritun me aftësi të kufizuara. Këto shërbime ofrohen edhe në qendër tek ne, mirë po ofrohen edhe tek familja, kryesisht tek personat e moshuar ofrohen në familje, ndërsa një numër i madh i fëmijëve vinë dhe i marrin shërbimet në qendër tek ne. Nëse më lejoni mund t'i cek disa prej shërbimeve. Është shërbimi i edukimit jo formal, është shërbimi psikologjik, është shërbimi i logopedisë, fizioterapisë dhe ergoterapisë, si shërbime esenciale, si shërbime parësore që ju nevojiten fëmijëve. Mirë po, më duhet patjetër mi theksu që ne si veprimtari punojmë në baza të projekteve dhe kjo na vështirëson punën tonë, me qenë se jemi të mvarën prej projekteve dhe në momentin kur përfundon projekti, shpeshherë ndodh me përfunduar edhe shërbimin ndaj një fëmije. Ndërsa secili prej nesh e dijmë që kjo kategori ka nevojë për kërkesat të vazhdueshme. Për shërbim të vazhdueshëm. Pikërisht. Sa i përket aktiviteteve tjera përveç shërbimeve, patjetër që ofrojmë një numër shumë të madh të aktiviteteve, për shkak se një prej qëllimeve kryesore tona është edhe avokimi drejt fuqizimit dhe përmirësimit të jetesës së personave me aftësi të kufizuara në komunën e Gjakovës, kështu që shumica aktiviteteve janë kryesisht me karakter avokus, qoftë tek institucionet, qoftë tek aktorë tjerë relevant për përmirësimin e situatës personave me aftësi të kufizuara në përgjithësi. Faleminderit. Meriton, më intereson për ju më së miri e dini, sepse e keni në lëkurën tuaj këto vështirësi të cilat punojnë ndoshta shumë njerëz që me realizu sa ma letë ditën edhe ecjen edhe aktivitetin edhe krejt. Mirë po, sa është punuar deri më tani institucionalisht që personat me aftësi të kufizuar të kenë statusin meritor në shoqëri ose thjesht të jenë ata të cilët vërtet do duhet të ishin ashtu? Sa është punuar? Shumë pak besoj. 21 vite mas lufte është punu shumë pak. Për arsye se kanë pas shumë probleme tjera që me rregulluar infrastrukturën rrugore, pastaj shtëpitë e dëmtuara, por 21 vite mas lufte u tuf më bë më shumë për ne. Sidomos në qasjet publike, në shkolla, po ashtu edhe në trotuara këtu në qytet.
edhe në spitale me na jap një shërbim pak ma detajum, ma cilësor, përse se na persona ma si të kufizume jem pak ma të ndjeshëm, le të themi në një farforme. Kështu që besoj këto vitet e fundit ka pak diçka zhvillim më shumë, po jo se çu duft për me pas. Kështu që Ti konkretisht, cilën e shes si vështirësi primare, e cila në një afat shumë të shkurt kohor do duhet të zgjidhej? Ti sot je student, nes do t'jesh një i punësuar, prap do t'jesh në lëvizje gjatë gjithë kohës. Shamull transporti. Transporti për shtëpis në fakultet e baj prindi, dhe më thomë dërgan, se nuk ka transport publik që unë me mujtë me shku vetë në shkollë. Pastaj është edhe shkolla dedikun të ka qasje, po jo gjithë përfshirë vetësejnë këto nuk i ka. I ka veç hyrë në dalje në ato rampat. Pastaj janë edhe trotuarët, nëse ko pauzës mas ligjërata shkoj më shqy, trotuarët nuk kanë pjerina, kështu që ka shumë probleme që do të mu rregullu. Si është një ditë e jotja në universitet? Ku studion edhe sa aty ke gjetë një hapësirje akomodu mirë me veten, me ligjëratat, me aktivitetet? Unë studioj në fakultetin e Femia Gani, drejtimi i shkencave sociale. Besoj se e kom gjetë veten mirë për arsye të kolegëve që më përkrajnë shumë, edhe më ndihmojnë domethënë me zhdryp edhe me hyp në ato pjerrinat që nuk i plotësojnë edhe shumë kushtet. Po ka vështirësi. Për shembull transporti është për mua vështirësia më e madhe një herë për një herë, që nuk mund të më siguro komuna. Aktualisht ti çdo ditë je në shoqërimin e tëmës, apo? Po. Për me ndjek ligjëratat. Po, për ditë domethënë ndërgon edhe vjen në merë. Ndërgan në ora 9, vjen në merë në ora 3. Kjo është domethënë sfida më e madhe që hasin e vërë. Këto tjerat janë ndoshta pak më të vogla, po edhe këto duhet më rregullu për arsye që edhe unë kam drejtat e mia që duhet më pas me qenë barabartë me gjithë tjerët. Duke qenë shumë e afërt me meritonin, ndoshta edhe ato specifikat e projektit keni pas shumë ma lehtë me i trajtu edhe me i kërku. Cila ishte e curia projektit, fazat në të cilat keni pas vështirësi ose keni mendu a do të realizohet kjo fazë sepse kërkon një përkushtim tjetër? Po, mas pari kisha dashtë mi shpërnda se qyshja kemi fillu me projekt. Mas pari ka qenë ideja në është mi bo disa grupe mbështetëse, në mënyrë që të rinjë prej komunitetit të personave me nevojat veçanta, kështu ashtu të rinjë të komuniteteve tjera më bo këtë bashku edhe me diskutu rreth një teme që në shqetëson krejtve, edhe në fund mi tregu problemet tona dhe qysh i kena zgjidh në ato. Mas pari imi ra në kontakt me Ndikosin, cilët na kanë ofru disa kontakte të personave me nevojat veçanta, i kena thirrë disa për tyne, edhe gjithashtu disa të rinj të Up to Youthit, të cilat janë tash pjesë e grupeve mbështetëse. Mas pari e kemi bo një grup mbështetës gjatë që kena takime çdo mujore me ta. Gjatë këtyre grupeve mbështetëse na mundohemi mi zgjedh një temë caktune. Për shembull, një ndër temave më të pëlqyene është kohën menaxhimi i stresit, ku secili pjesëmarrës ka mundësi mi shpërnda përvojat e tija rreth asaj teme, edhe secili pjesëmarrës mundet me ndihmu tjetër kënd të shpërnda si qysh e ka zgjidhur atë problem. Edhe këtu kena pa që për një map e kena sukses me ato storjet cilat i kanë tregu, edhe kur vishin tash javën tjetër të ishin më ka funksionu ajo metoda që ma ki tregu herën e kalune. Edhe këto kena pa të nevojshme që mi vazhdu çdo muj deri në përfundim të projektit. Tashti çdo muj mundohemi mi pas disa tema të reja, të cilat kanë mi ndihmu komunitetit edhe të cilat kanë mi ndihmu mas pari pjesëmarrësve. Këtu gjatë këtë bisedimeve kena arrit që gjatë këtë kohës mi pas se ku janë problemet kryesore. E kemi pa problem kryesor të shumë pjesëmarrës aty që nuk kemi shkolla speciale në komunën e Gjakovës. E dim që në shumicën e komunave në Kosovë i kemi shkolla speciale, ose të paktën e kanë një mësues mbështetës.
Mirë po në komunën e Gjakovës nuk kemi ende një shkollë speciale, cilat mundet me ofru këto shërbime. Edhe shumica e këtyre ofrimeve janë të ofruara nga organizata tjera, siç është për shembull Hendikosja për organizata tjera. Edhe ka pas shumë probleme tjera të mesjanistë është infrastrukturën që veç e përmendi, meritoni është pastaj në zilet akustike në semafor, janë trotuaret, janë rampat që në shumicën e kohës nuk i kemi, pastaj në institucione publike mungojnë liftet, alfabeti i brajit këtë kohën është në munges, pastaj nuk ka interpret, dhe këtë këtu kemi arrit mi identifiku me takimin po ashtu që kena pas me shoqatën e të verve dhe të shurdhve, ku edhe ka dalë si rezultat videoja. Natyrisht identifikimi i problemeve është prioritet për secilin projekt, por disa prej këtyre problemeve duket sikur kërkojnë zgjidhje institucionale, që ndoshta edhe nevojitet kohë. Cilat janë ato më të vogla të cilat mund t'i bëjmë ne bashkë si shoqëri që t'u lehtësojmë problemet në baza ditore që ndeshin këta njerëz? Tani një problem që nashta vetëm jemi të zgjidhë si projekt është socializimi me tjerë. Të pa nevojën që shumica shoqeve tonë nuk e kanë mundësin ndoshta më shku në shkollë, na mundohemi që përmes aktivitete ekstrakurrikulare të formatit jo shkollor, mundohemi që edhe ata mi gjithë përfshi në aktivitetet të ndryshme. Këto kemi arrit nashta mi bo deri me qëtash, mirë po do mundohemi gjatë këtë kohës me pas bisedime me komunën, në të cilën mi ofru zgjidhje në disa problemeve shumë të vogla, për shembull te zilja akustike, apo tek trotuaret që të paktën të jenë këto. Vërtet do të zgjidheshin brenda komunës, do me thonë janë gjana të cilat me një angazhim, me një mobilizim gjithë përfshirës të gjithë akterëve institucional, besoj se do të marrin zgjidhje. Po Arber, deshe të shtoj? Po, me qenë se meritonia dhe ideja vetëm i potencuan shumicën e problemeve dhe sfidave me të cilat ballafaqohen personat me aftësi të kufizuara, mirë po ju dha një theks i veçantë pjesës qasjes fizike. Për këtë pjesë ndoshta vetëm më shtu që sinqerisht përkundër faktit që është një numër i madh i sfidave, mirë po kur të flasim për drejtën elementare, për lirinë e lëvizjes, ballafaqohen do thotë në baza ditore meritoni vetëm e potencoj që është një prej sfidave kryesore. Materiali dhe ishte fatkeqësisht ekziston një udhëzim, fatmirësisht ekziston një udhëzim administrativ, po fatkeqësia ndodhet që prej vitit 2007 ai udhëzim administrativ gjen zbatim shumë të mangët për institucioneve qoftë publike, qoftë private. Mirë po nëse kthehem në vitet... Në atë udhëzim administrativ, të gjitha institucionet duhet të kenë qasje të... Obligohen që të ketë qasje... E nuk e kanë? Nuk e kanë. Disa e kanë? Disa e kanë, mirë po shumica nuk e kanë të konform gjitha standardeve si kërkon ai udhëzim administrativ. Për shkak se shpeshherë konsiderohet që nëse e ke vendosur një pjerrin ose një ramp tek hymja objektit, e ki përfundu me qasjen për personat me aftësi të kufizuara. Është rast konkret për shembull shkollat, në gjithë Kosovën është një numër i vogël ose nuk ka asnjë shkollë, cilat kanë qasje fizike për katin e dytë. Po ashtu nyjet sanitare, tualetet nuk kanë qasje, për shkak se nuk janë konform këtij udhëzimi, i cili përcakton detaje, madhësinë dhe gjerësinë, qoftë dyrëve, qoftë nivelin e pjerrinës. Shpeshherë na ndodh më parë nëpër institucione të ndryshme ku pjerrina ekziston, mirë po është jashtë çdo standardi dhe është shumë e vështirë që një person përdorues i karrocës me zbrit ose më e keqe, domethënë derisa nuk është bërë sipas standardit. Mirë po krahasu me vitet e kaluara, fatbarësisht ka progres, secilin vit do thotë ka progres. U përmend çështja e trotuarëve, vjet është ndërmarrë mas një kampanje avokuese që është bërë prej Hendikosit në drejtuar kuvendit komunal dhe komunës Gjakovës, është arritur që të paktën në disa zona ku është intervenuar në pjesën e asfaltimit të rrugëve dhe krijimit trotuarëve, ka filluar do të thotë që në disa pjesë të nivelizohet trotuari në pikën 0, do të thotë të jetë barabartë me pjesën e asfaltit. Mirë po prap
vazhdon me qenë fenomen tepër setësues. Pikërisht Arbër, për faktin që këto vitet e fundit projektet infrastrukturore kanë gjetë shtrirje kudo në Kosovë. Kështu që një intervenim edhe në këtë drejtim nuk do të ishte nga e para, po thjesht një plus i cili do të shtonte një projekt infrastrukturor. Besoj që më shumë ndoshta çështje neglizhence se sa çështje mjeteve. Ato që na në baza ditore kërkojmë është të paktën leje të reja të ndërtimit, qoftë për institucione publike, qoftë për private, të jenë konform këtij udhëzimi dhe të ketë qasje të plot për personat me aftësi të kufizuara. Të ngritet zëri. Sa punon Qendra për Punë Sociale, zonja Osmani, edhe në këshillime të kësaj natyre, se si të ngrisin zërin këta persona për problemet të tyre, jo vetëm në një datë të caktuar, në një shënim të caktuar. Sa punoni me këshillime profesionale? Po, ne si Qendra për Punë Sociale mundohemi gjithmonë të përkrahim familjet të cilat i kanë fëmijët me nevoja të veçanta, me këshilla psikosociale, me këshilla të shumta. Gjithashtu edhe fëmijët mundohemi që t'i orientojmë edhe në bazë të nevojave apo kërkesave të cilat i paraqet familja, mundohem që të orientojmë. Për shembull, na kemi bashkëpunim shumë të mirë edhe me organizatat të cilat ofrojnë mbështetje këtyre fëmijëve me nevoja të veçanta. Edhe kështu që gjithmonë vizitat që ju bëjmë këtyre fëmijëve në familje mundohem që t'i orientojmë ku ata kanë nevojë për të ofruar një shërbim sa më adekuat që është për ta, për trajtimin e tyre, apo nëse kanë nevojë për vizita të ndryshme të ndonjë mjek që ka nevojë fëmia edhe brengën të cilën e paraqet familja. Gjithmonë jemi të gatshëm edhe i bëjmë vizita të rregullta dhe të vazhdueshme. Faleminderit. Meriton, jetojmë në një shoqëri ku secili duhet ta ketë të drejtën e vet. Megjithatë, në një shoqëri që shpesh na servohen projekte dhe strategji shumë gjigante ku do ta gjejmë veten secili në një pjesë të tyre. Sa është punuar kohëve të fundit në strategji që këto politika ose këto strategji më të ndihmu ty nga mëngjesi deri në mbrëmje. Edhe jo vetëm për këto çështjen fizike, por edhe për integrimin tënd në shoqëri, sepse është shumë e rëndësishme edhe integrimi në shoqëri, ndoshta barabartë edhe me qasjen fizike. Ta lëm infrastrukturën në këtë rast, të mendojmë vetëm me integrimin. Po besoj që kohëve të fundit është punu shumë, duke marrë parasysh që edhe organizatat e huaja kanë bërë shumë presion shtetit, po edhe organizatat këtu në Kosovë, siç është ndikuesi edhe shoqëria civile, e kanë shtu domethënë një farë presioni që me arrit integritetin edhe vetëdijsimin për një mbështetje sa më të madhe, për arsye që e kanë pasur që neve si persona me arsye të kufizuar na vyn një mbështetje ma madhe, le të them në një farë forme, që edhe na me arrit që mundë me bë diçka që me qenë gjithë barabartë. Kjo domethënë nuk është e lehtë, për arsye që ka vështirësi të mëdha siç po shihet, po besoj që ka rritje të mëdha ku viteve të fundit, po duhet më punu shumë më shumë. Ne si shoqëri duhet më mundu vetë, po ashtu edhe në bashkëpunim me nivelin lokal dhe qendror që më arrit sa më shpejt, domethënë më integru gjithë bashku. Çfarë keni pa ju? Sa është gjatë implementimit projektit deri në fazën këtu ku jeni? Sa është integruar kjo kategori në shoqëri? Sa është pjesëmarrës në ndoshta mund të them në proceset vendimmarrëse, ose thjesht sa kërkohet mendimi edhe vlerësimi i këtyre të rinjeve, pavarësisht cilës grup mosh, kësaj kategorie? Deri tani këtë takime që i kena bo, jënë konë që pjesëmarrësat kanë shpreh vetë dëshirë që me marrë pjesë në aktivitetet tjera. Kjo na lind të pyetja se pse po kanë dëshirë që ka shumë me marrë pjesë në aktivitete të reja. Shumica përgjigjet janë konë se nuk kemi shumë aktivitete edhe nuk kemi qysh mi kalu ditën.
të marrë parasysh se shumica prej tyre nuk janë ndoshta të punësuar, edhe pse me ligj të Kosovës çdo ndërmarrje me mbi 50 persona të punësuar duhet i 51 të jetë person me aftësi të kufizuara. Ata shprehin gjithë kohës vullnetin, ndoshta edhe ata që të mos paguhen vetëm me pas çastje në vendimarrje të ndonjë vendimi apo vetëm t'japin disa mendime rreth disa çështjeve. Këtu me aktivitetet e njëpasnjëshme kemi arrit në atë fazën ku gjatë këtij kohës e kemi integrimin më të madh në shoqëri edhe shprehin më shumë kënaqësi kur të vinë dhe takojnë persona të ri, le të themi. Kjo do t'ishte më mira, do më thënë, arbër edhe ju me këto aktivitetet e juja me siguri punoni në këtë drejtim. Po, patjetër që po unë vetëm e ceka në fillim të këtij emisionit, po është... Jo vetëm antarë, se ka që nuk kanë mundësi të jenë antarë, sepse jetojnë, ndoshta janë studenta dhe kretë edhe në baza ditore nuk mund të vinë aty tek ju, por thjesht të jenë pjesë e juaj në ndonjë aktivitet të kësaj natyre. Po, u përmend edhe më herët që në kuadër të projektit cilin po prezanton sot DEA, është një prej aktiviteteve që i kanë është socializimi. Në krahas socializimit kam fjalën që është një student i cili ka përfunduar studimet, sa organizata Hendikos përpiqet me trokit në për institucione, prit se është ligji, është ky rregull, duhet ta punësosh, i ki 100 punëtor, nuk e ke asnjë 51. Thjesht ju me ngrit zërin si institucion që më ju ndihmu këtyre që me qenë në proceset vendimare, pse jo? Po, faktikisht në baza ditore. Çdo ditë jemi para dyrëve të institucioneve përkatëse me të vetmin qëllim që të ngrisim zonin dhe të kërkojmë jo më shumë se ato që parashej ligji. Një shembull i mirë është vetë Meritoni, si një i ri i cili me një moshë shumë më të re ka filluar të marrë shërbimin në Hendikos, ndërsa sot është një prej të trive që lirisht mund të them krenohëm si Hendikos, në qenë se u përmend se vështirësitë dhe sfidat janë tepër të mëdha. Ballafaqohen me sfida në arsim dhe është shumë problematik nëse ti e përcjell një fëmijë prej sistemit parafillor, mirë po është sukses tepër i madh kur ti atë fëmijë që e ke pas në shërbim, sot është student, e pse jo edhe të punësuar ndika. Tregova që jemi në bazë inkluziv për shembull sikur ka marrë zgjidhje nga Ministria e Arsimit. Sa jeni dalë në terren, i keni monitoruar këto situata që të gjej shtrirje edhe brenda shkollave, kjo me që është një vendim i mashtit. Kemi një bashkëpunim tepër të mirë me drejtorinë komunale të arsimit, apo ashtu me gjithë drejtorët e shkollave, të cilat veprojnë në komunën e Gjakovës. Një prej sfidave kryesore me të cilat po ballafaqohen sot, vlen ceket që në komunën e Gjakovës i kemi rreth 100 nxënës me aftësi të kufizuar, të cilët janë të integruar në shkollat e komunës. Mirë po, problemi është që kena një numër shumë të vogël të asistentëve dhe mësuesve mbështetës që janë të punësuar. Mirë po, prapë në bashkëpunim si me donatorët, si me institucionet, ne jemi çdo ditë duke kërkuar që të rritet ky numër. Sepse normal që do t'jeti barabartë me gjithë nxënësit në një shkollë, në një klasë gjithë përfshirë, se ajo është e padiskutueshme. Mirë po, se do të ketë nevojë për një mësues mbështetës, këtë e dim të gjithë. Edhe nëse ne presim, ai do ta përfundon një cikël shkollor dhe nuk do ta ketë fatin me pas mësuesin mbështetës. Po, faktikisht ne akoma si komunë i kemi në 2 shkolla ekzistojnë klasat e bashkangjituna. Edhe pse prej vitit 2010 ekziston prap një udhëzim administrativ që kërkon shndrimin e këtyre klasëve në klasë burimore. Mirë po, vetëm që 4 vite ose 5 kanë filluar punësimi i mësuesve mbështetës. Nëse flasim për komunën... Është rregulluar, do me thonë, ligjërisht është rregulluar. Është rregulluar, mirë po, ka ngecje. Është njësoj si tek pjesa e qasjes fizike kur e përmendëm më herët, për shkak se ju tregova se në komunën e Gjakovës janë diku rreth 100 nxënës me aftësi të kufizuar, ndërsa janë të punësuar vetëm 7 asistent dhe 6 mësues mbështetës. Që në raport me numrin e nxënësve me aftësi të kufizuar është një numër shumë i vogël. Po një lajm i mirë, se jo rastisht e përmenda më herët që çdo vit jemi tu pas progres, edhe pse shumë ngadalshun, po megjithatë nuk jemi në regres. Ka përparim, një lajm i mirë për vitin e ardhshëm
është që me vendim të qeverisë do të bëhet punësimi 100 asistentëve të ri, uroj që në komunën e Gjakovës ta marrim një numër të konsiderueshëm për shkak se nisin janë planifikuar në gjithë Republikën e Kosovës. Shpërndarja në mënyrë racionale atyre të punësuar. Për këtë qëllim ne jemi në baza të rregullta në takim me drejtorinë komunale të arsimit apo ashtu me prind e fëmijëve që të bëjnë kërkesa për asistent. Gjithmonë për fëmijët, për shkak se jo gjithë fëmijët me aftësitë kufizuara kanë nevojë për asistent, por të paktën ata që kanë domosdoshme një asistent të kërkohet edhe jemi të kërkuar në baza ditore që të rritet ky numër. Duhet patjetër ta përmendni se përveç punës tonë si stafi ndikosit, një zot tepër i fortë në aktivitetet avokuse dhe ndërgjegjësuese është vetë zëri i trive, fëmijëve dhe në përgjithësi personave. Ne në kuadër të organizatës tonë kemi grupin e fëmijëve avokus, është grupi i trinjve avokus dhe grupi i prindve avokus, të cilët kanë planet e tyre, u përmend më herët të pjesa strategjive dhe planeve. Grupi i prindve të fëmijëve me aftësitë kufizuara e kanë planin dhe strategjinë e tyre, i cili është bërë këtë vit dhe pritet të realizohet për periudhën 2021-2023. Faleminderit. Vlera të cilën ata kur bëhen përfitues të drejtës në qendër marrjes së shërbimeve në qendrën për punë sociale, kanë edhe një kosto që të cilën e marrin, apo? Sa është ajo vlerë? Dhe sa i mbulon nevojat e tyre? Vlera është për një fëmijë 100 euro, një shumë simbolike, cila nuk mundet t'i ofroj familjes, se kjo shumë jepet për familjen, me mbështet këtë fëmijë, mirë po shumë është mjafte olt është, po gjithmonë jemi mundu dhe përmes organizatave të ndryshme, të cilat ceka më herë që punojnë për këta fëmijë me nevojat veçanta, t'ju ndihmojmë çfarëdo nevoje që kanë pas fëmijët, kemi gjetë mbështetje te këto organizata, mirë po dashta dhe diçka kur arbri ceki më herët për çështjen e shkollimit dhe gjithëpërfshirjen. Pra na e dim se gjithëpërfshirja është me legje është e obligueshme dhe sistemet tona edukative, shkollat me atë kapacitet që kanë mundohen që këta fëmijë t'i ofrojnë shërbimet e duhura. Mirë po te këto shkolla të shumica kanë investuar dhe organizatat e ndryshme si një infrastrukturë, si me mësuesa mbështetës. Do të cekim se në vitin 2011 organizata Save the Children ka fillu në komunën e Gjakovës, ka startu me mësuesa mbështetës, ku edhe aty i ka trajnu edhe shumë mësimdhënës për vlerësimin e fëmijëve me nevojat veçanta, kështu që është formu edhe ekipi për vlerësimin e fëmijëve me nevojat veçanta në nivel komunes, ku edhe qendra për punë sociale është anëtare këtij ekipit dhe jemi mundu se mënyrën sa më të mirë të mundshme, këta fëmijë të marrin shërbimet e duhura dhe mos të jenë në klasë të bashkangjitura, po të bëhet gjithëpërfshirja këtyre fëmijëve. Kjo, siç e ceki edhe arbri, nuk është e mjaftueshme, mirë po me aq sa kanë kapacitete dhe mundohen t'ju ofrojnë këto shërbime, po në të ardhmen qysh po flitet, inshallah dhash Zoti që mujmë me i përkrah dhe ma tepër. Gjithsesi. Meriton, sa është e rëndësishme me u ndi emocionalisht mirë një person me aftësi të kufizuara gjatë procesit mësimor. Ti duke qenë i zëshëm në këtë drejtime dhe duke marrë pjesë në shumë diskutime, debate, për të ngritur secilën problematikë të mundshme. Na kthe pak kohë në retrospektivën tënde. Në cilën klasë është më mirë të jetë një fëmijë me aftësi të kufizuara? Po tash kjo më varet edhe për aftësisë. Që ka. Që ka, nësë është fëmijë normal me vynë një mësues mbështetës për arsye që ai fëmijë edhe duhet trajtim pak më të veçantë. Ndërsa për mua s'ka nevojë mësues mbështetës për arsye që unë jam tash edhe student. Ti je student, flasim për ata të cilët e kanë më vështirë me i menaxhu emocione. Po besoj që patjetër që vjen një mësues mbështetës për arsye që duhet edhe me ditë si me trajtu atë fëmijë, si me përkrah çka i nevojitet, kështu që besoj që kjo është e duhura, me pas mësues mbështetës për këta fëmijë. Po fëmijët tanë,
Sa janë të edukuar që ta shohin njëjtë se cilin fëmijë? Besoj që me kalimin e kohës jemi tu eduku ma shumë gjeneratat e reja. Për të regoj një rast në ashta ma personal, ku jem kone në gjimnaz, ka qenë një shok jemi cili është person me aftësi të kufizune, edhe nuk mujke me hy në gjimnaz si pasoj që hyrja nuk ka pjertësin, edhe ka vetëm shkollë, edhe shoqënia gjithmonë e ka përkra ata, e bëjshë një pjertësin vetë me drasa, në mënyrë që me hyjë në shkollë dhe ai gjatë krejt kohës mi njek mësimet në shkollën e mesme. Dita ditës, si shoqëri, nashta ma shumë na ka vëdjesojmë qysh mi integrua ata në shoqëni, edhe dita ditës besoj që edhe ma shumë ka me ndodhë integrimi i tyre. Kisha desh më shtu? Po? Ka edhe rritje të vëdjesim prindve, që mi morë fëmijët e tyre që kanë qenë me aftësi të kufizune, për me fëmijët e tyre me pas zhvillim edhe trajnim e ju, sikur ka ndodhur përpara le të themi që i kanë shef në një farë forme. Po kjo tash nuk ndodh më, prind janë vëdjesuar shumë, edhe po shoh që shumë fëmijë edhe shumë persona me aftësi të kufizune janë të zhvillu, të trajnu në mënyra formale, jo formale, duke një shkollën. Besa ka edhe shumë që kanë arritë edhe mu punësu, gjatë që është një zhvillim shumë i mirë për ne. Kështu që besoj se kjo do të vazhdojë edhe në të ardhmen me ndihmën e përkrajën e ndikuesit edhe organizatave tjera që me në arrit sa do pak edhe këtë farë vjedisimin që duhet me vazhdu, sepse jeta vazhdon. Faleminderit. Kemi edhe një material që kësaj radhe e ka përgatitur bashkëpunëtorja e emisionit Alba. Do ta ndjekim materialin e rikthehemi sërish në studio. Njerëzit me aftësi ndryshe janë po ata që ne i hasim në rrugë çdo ditë, po ata që përpiqemi t'i ndihmojmë sadopak, dhe po ata që të falin një buzëqeshje që bart përbrenda 1000 fjalë. Kështu që le t'i mposhtim të gjitha barierat, le t'i bëjmë ata të ndihen më të përfshirë në shoqërinë tonë. Kur flasim për bariera, bëhet fjalë për barierat kulturore, sociale, të cilat i pengojnë integrimin e personave me aftësi ndryshe në fusha të ndryshme të jetës. E pos këtyre janë dhe ato bariera që vështirësojnë qasjen kësaj kategorie në shumë institucione ku ka nevojë të kryen shërbime të ndryshme. Por në komunën e Gjakovës, disa institucione siç duket kanë menduar dhe për ta. Gjithnjë duke ju referuar udhëzimit administrativ 33/2007, për kushtet teknike të objekteve ndërtimore për qasjen e personave me aftësi të kufizuara. Të gjitha institucionet private dhe publike, të cilat janë të detyruara të respektojnë këtë rregull në fuqi. Prandaj dhe shoqata e ndikos u ka ndarë mirënjohje. Njëri ndër ta është dhe Meriton Binakaj, i cili ndihet falendërues ndaj këtyre institucioneve që ofrojnë qasje dhe kujdes për këtë kategori të shoqërisë. Jam shumë mirënjohës, domethënë që sot është mundsu kjo qasje edhe për ne, për arsye që është po vrej që kem shumë probleme në qasje në institucione publike, por tash tutjes besoj që kemi pas më problem në ambullon shtetit si probleme, kështu që ju kisha falendëruar dhe mirënjohje shumë madhe për këtë kontribut që keni dhënë. Arben Koshi, drejtor në Qendrën e Mjekësisë Familjare, e mirëpriti mirënjohjen, duke thënë se ky institucion do vazhdojë të ofrojë të gjitha shërbimet që kjo kategori të ketë mundësi sa më të qashtme. Dhe me realizimin e këtij projekti është mundësuar që gjithë të jenë barabartë. Ne do të vazhdojmë që në gjitha institucionet kudo që kemi mundësi, të ofrojmë mundësinë nga institucionet tona të ju ofrojnë shërbimet të gjithë personave me aftësi të kufizuar dhe të moshuar. Si shihet dhe qendra tregtare Center Mall ka krijuar mundësi që përmes ashensorit të kenë qasje personat me aftësi të kufizuara. Sadri Smaçi shprehet shumë i kënaqur me kushtet që ofrohen në këtë qendër tregtare dhe nuk heziton në ndarjen e mirënjohjes për drejtorin e këtushëm. Ne dashur me falendëru juve se keni këtë objekt fantastik për karroca. Thjesht një mirënjohje që na mirëjo. Kaq. Faleminderit.
Ndërkaq drejtori i kësaj qendre tregtare Ardian Sanhasi potencoi se janë munduar që të krijojnë kushte të përshtatshme që të ofrojnë qasje sa më të lehtë personave me aftësi të kufizuara, duke i plotësuar kështu të gjitha që bazohen edhe me ligjin e fuqi. Falenderoj edhe juve që keni ju ka rënë mend me na vlerësuar dhe me na jap mirënjohjen. Ne të gjitha përposin Center Mall, ne të gjitha edhe biznese të tjera mundohemi jo përparësi edhe më plotësu kushtet deri në maksimum personave me aftësi të kufizuara, që me pas qasje në të gjitha pjesët, si ka ona të restoranit apo edhe të pjesat e lotat e fëmijëve, po ashtu edhe në biznese të tjera, domethënë me tualete, me qasje të lehtë, kështu që ju falenderoj edhe juve edhe një herë që na keni vlerësu. Kur ndahen mirënjohje të tilla, do thotë se kjo kategori po gjen përkraje në të gjitha aspektet të shoqërisë. Prandaj raste të tilla të bëjnë të mbushësh me dashuri brenda vetës dhe me të njëjtën dashuri të ndihmojmë dhe persona të cilët kanë nevojë më shumë se vetja jonë. Dhe kështu një gjë është e sigurt. Nëse ndihmojmë me dashuri të madhe, do fitojmë bashkë me ta një botë tjetër, e cila është të përkryer dhe unike. Jemi rikthyer pas këtij materiali të bukur të përgatitur nga Alba sërish në studio dhe jemi duke trajtuar gjithçka që ka të bëjë me projektin All Matters në kuadër të punës të përgjithshme që është bërë nga Meritoni, nga Dea dhe nga shumë njerëz tjerë të cilët janë pjesë e këtij projekti. Do të më interesonte të dija sa konsideroni se do të merrni frytet mira të këtij projekti? Besoj dhe shpresoj shumë që aktivitetet që janë zhvillu deri me tash si pasojë kësaj iniciative dhe projektit të Up to Youth, me vazhdu prapë në iniciativa tjera dhe pse mos më rrit më shumë, mos më konë jo vetëm në komunën e Gjakovës, mirë po më konë edhe në komuna tjera. Të pa suksesin e këtyre grupeve mbështetëse, për besoj që shumë shpejt ndoshta mund të bëjmë mobilizu në krejt Kosovën edhe mi ofru këto shërbime edhe personave tjerë. Meriton, sa janë gatshëm të gjithë personat me qenë pjesë të këtyre aktiviteteve në kuadër të projektit që po flasim? Edhe me e dhonë se cili kontributin e tij në një formë të ndryshe? Po s'pari du të me falendru... Se ti po, por shok tu edhe shoqet tuaja. S'pari du të me falendru ju Sajdin që na ka dhënë këto mundësi edhe ne gjithmonë me këto projekte, domethënë që po na ka jap mundësi që edhe neve si persona me aftësi të kufizuara me u qas të barabartë. Nuk na kanë shkalu as pak, na kanë përkrahur shumë, na kanë kriju qasje shumë të mirë. Kështu që është mirë këto projekte me ndjek, sepse është për të mirën tonë. Ti personalisht çfarë ke përfitu deri më tani nga ky projekt? Unë përfitoj shumë për arsye se e para punë jam shumë aktiv. E dyta është që me kolegët bashkëbisedojmë edhe krijojmë një rreth edhe një shoqëni. E treta është që keni rrjedhim të shoqërisë shumë mirë. Përveç këtyre projekteve i ka edhe trajnimet që ndjeki, i ka trajnimet ku pas kohë që ndjekim online edhe fizikisht, po tash për arsye pandemie do të më ndjek online. Kështu që na shërbejnë për të mirën tonë që edhe na mi zhvillu këto trajnimet jo formale, që në nitarme, kur nëse do Zoti, kur të arrim mu punësu, me pas të i kem këto trajnimet edhe me pas këto ditori, këto për nitarme më të mirë. Se zgjodhe shkencat sociale? Po besoj që është një drejtim që... Të lidh ty me diçka? Lidh shumë, duke pas që ka shumë të ri me persona me aftësi të kufizuara që kanë vështirësi dhe kanë probleme, domethënë jeta sociale, jo vetëm persona me aftësi të kufizuara, po gjithë. Gjithë shteti është social, le të themi në një formë. Kjo më ka shtyp pak a shumë që mu me vazhdu këtë drejtim, edhe besoj që mu ka përshtat që në një tarë me dhonë me lëbu edhe me avoku për drejtat edhe me shty këto ligje. Ligjet i kemi perfekt, po veç me u implementu ma shumë, kështu që kjo më ka shtyp ma shumë me një këtë drejtim. Arbër, do doja edhe për jush, a kanë hale probleme shumë këta njerëz? A rrëfehen me ju aty? Se ka diçka që nuk mund të thot edhe me familjarin, e gjen veten aty më shumë. Po, për këtë arsye... Sikur fëmiu që më mësusin flet ma shumë, se sa me prindin në rastet veçanta. Për këtë arsye,
ne ofrojmë ato shërbime që vetëm i përmenda më herët, ku ndër tjera është ne kemi të punësuar edhe një psikologe, e po ashtu edhe një sociologe e cila organizon aktivitete të ndryshme me qëllim socializimit, ndërsa psikologja përveç punës dhe seancave individuale që i ka me gjithë personat, ata që kanë të nevojshme një shërbim të tillë, po ashtu punohet edhe në grupe, me grupe të prindve, ku një shqyrtimi i problemeve të tyre është një formë shumë më suksesshme është kur vetë prind flasin për vojat e tyre dhe sinqerisht sot prind të mësojnë më tepër prej prindve tjerë, prej përvojave të tyre se ndoshta prej profesionistave që janë thirrur për atë punë. Për këtë arsye do thotë në forma të ndryshme ne e trajtojmë këtë çështje dhe mundohem gjithmonë një kriju një ambient dhe një hapësirë që ata mundi thjesht të lirë dhe mi shpreh çfarë do brenge që kanë. Përkundër faktit që vërtet kanë shumë brenga dhe kanë shumë sfida. Të paktën të nxirren prioritetet, mendoj. Patjetër që po. Gjithsesi. Zonja Osmani, sa qendra për punë sociale gjen hapësirë të bashkëpunojë edhe me institucione tjera për problematikat e këtyre njerëzve? Qendra për punë sociale ka bashkëpunim tepër të mirë me gjitha institucionet, siç e ceka më herët jemi pjesë e ekipit në kuadër drejtorisë arsimit për vlerësimin e këtyre fëmijëve. Gjithashtu kem bashkëpunim të mirë edhe me gjitha organizatat cilat i mbështetin këta fëmijë, po edhe me institucionet, me shkollën, me shëndetësinë, me spitalin, ku kemi aty edhe për çfarë do nevoje që kemi, na për këta fëmijë mund t'i drejtohem mjekëve pa asnjë hezitim, gjithmonë kërkesat tona gjejnë mirëkuptim te këto institucione. Faleminderit. Dea, çfarë aktivitete na presin tashmë? Tani na presin përsëri këto grupe mbështetëse, siç e theka edhe më parë që janë në bazë mujore, mirë po në fund na pret edhe një aktivitet sportiv, cilat personat me aftësi të kufizuara, gjithashtu edhe të rinj tjerë mundën më konë pjesë e aktivitetit edhe mi pas disa lojna të zhvilluara bashkë. Shëndosh me ndërhyrje pak. Gjithashtu edhe besoj që do t'i shkepem edhe disa broshura për qytetarët një vëdësim. Ata në vëdësumve se po një vëdësim... Sa modest që e, po thuaj se nga njerë nuk jemi gjithë në të vëdësum në të gjitha segmentet. Po me mundësi, kjo është ka mundësi. Do t'i shkepim disa broshura që një vëdësim sa do pak mundohem edhe ne kështu si shoqëri. Kështu që besoj se këtu. Fushatat sensibilizuese, promovuese, të cilat promovojnë shumë fenomene, besoj që do të rigjallërojnë jetën e personave me aftësi të kufizuara, sepse në të njëjtën kohë do ta bëjnë atë, dikush e din se është i barabartë, po dikush për ndonjë X arsye mund të ndihet keq. Ndoshta nuk e ka marrë informatën aq sa duhet, ndoshta nuk e ka pas familjarin aq pozitiv që me bo secilin fëmijë me u ndi i barabartë në shoqëri. Ndoshta është edhe detyre e ndikosit kjo. Po, patjetër maritoneve se na tregoj më herët që sot fatbarësisht është një ngritje vetdijes tek prindët, tek familjet, dhe kjo nuk ka ndodhur rastësisht, e gjithë kjo ka ndodhur falë angazhimit jo vetëm të ndikosit, po tu i falendruar edhe vetë institucionet publike. Pikërisht Arbër, është shumë rëndësishme prindi, familja, normal që vetdia ekziston. Institucionet të cilat e kanë për detyrë gjithsesi, por shoqëria, njerëzit përreth, që tha Dea, domethënë një klasë jemi mundu me ndihmu, pavarësisht që ndoshta mund ta kenë burim nga familja atë edukat, por gjithsesi edhe të tjerët përreth. Është e dhimbshme, mirë po duhet në shoqërinë tonë mos harrojmë, po bullizohet fëmiu pse për X arsye pse nuk është vesh mirë, pse shumë jetojmë në një shoqëri që kemi fëmijë pak destruktiv, deshëm apo s'deshëm ta pranojmë. Është e dhimbshme, po duhet mi potencu që nëse flasim për një periudhë para 20 viteve, fëmijët nxënësit tjerë me zhvillim tipik e kanë pas problem që të kalojnë afër klasës në bashkangjitur.
Ndërsa sot e kena një numër rreth 100 nxënës që janë të integruar në klasë të rregullta. Kjo është e mira gjithë kësaj. Dea na tregoi një rast tepër të mirë se ka ndodhur me shokun e saj në shkollën e saj. Një përparësi shumë e madhe është që sot është Dea edhe Maritoni si 2-3 që flasin për kundër faktit që para disa viteve kanë qenë shumë të rrallë njerëz që kanë folë për aftësinë e kufizuar. Fakti që sot kemi 3 si Dean edhe si Maritonin, falë edhe vullnetit dhe angazhimit donatorëve të tjerë, ku në këtë rast duhet mi falenderoj USAID-in dhe programin Up to Youth, është arrit do të thotë edhe është një shpresë e madhe për ne që jemi drejt hapave të suksesshëm, edhe kena mi pas një progres tepër të mirë për gjithë personat me aftësi të kufizuar. Faleminderit. Diçka për fund, zonja Osmani? Unë e bëj apel të institucionet, të organizatat edhe të shoqëria civile që t'i përkrahim sa më atje për këta fëmijë që janë me nevoja të veçanta dhe të mundohem të bëjmë të pamundur në ofrim të shërbimeve sa më cilësore për këta fëmijë. Dea? Dhe unë i bashkan gjithë në pashtu mendimit të zonjës Josefina, mendoj që çdo ditë na du me bo të janis për veti diçka për këtë komunitet. E jo me prit ndoshta institucionet, ata mi kërku këtë kohën, është e garantuar me ligj dhe normal që do duhet ta kërkonim. Edhe na të fillu prej vetes çdo ditë me bo diçka për këtë komunitet. Meriton? Takon juve ta jep një atë mesazhin më të fuqishmin. Ja, po mas parë do të nis për vetes, se mas më pa dashur ne nuk ish mund të kërkosh me pru sot ku jam këto. Kështu që kjo do të më fillu për vetes, masna e dytë është familja shumë e rëndësishme. Se pa familjen nuk besoj që mundesh me arrit shumë. Mos me pa pasur në prindin që përkrasin mbështet ka shumë nuk isha mujt me arrit sot ku jam këto. Masna edhe shoqëria e cila ka bërë një punë shumë të madhe, duke e falendëruar edhe organizatës sindikate e cila është gjithmonë përkraje. Çkado që kam nevojë një telefonat edhe më ndihmojnë shumë faleminderit. Po ashtu edhe organizata të tjera siç janë me këto projekte, siç ashtu SAID me projekte, me trajnime, kështu që po mas pari do të më ja fillu vetë. Kjo është ndryshimet vijnë nga vetja, ha? Patjetër. Faleminderit shumë për kohën edhe për mundësinë. E di që për organizatën Hendikos do ta kemi një emision të veçantë ku do të flasim krejt çka bëhet aty. Natyrisht sot theksi ishte tek projekti edhe tek punët që do të bëhen në vazhdimsi të këtij projekti. Uroj që po kësi projekte frutdhënëse të keni edhe në vazhdimsi dhe sa më shumë të kemi, ndoshta mund të themi integrim të personave me aftësi të kufizuara në shoqërinë tonë. Një shoqëri e shekullit 21 e cila nuk do duhet ta kishte këtë problematik, konsideroj. Po shoqëria shëndosh është shoqëria gjithëpërfshirëse. Përmbyllim me fjalën e Meritonit që shoqëria e shëndosh është një shoqëri gjithëpërfshirëse. Të gjitha ju nëna që po na ndiqni, ju që keni fëmijë me aftësi të kufizuara, ju përqafoj shumë nga studio televizionit Syri, duke uruar një mbrëmje të bukur, të qetë dhe sa më shumë dashuri për secilin fëmijë tonin. Mirëmbëjtje dhe takohemi të shtunën e radhës me një tjetër temë të diskutimit.